Pas fitores së tij në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania, këngëtari Gjesti po vijon të jetë në qendër të vëmendjes. Ai do të jetë i ftuari special në episodin e ardhshëm të spektaklit humoristik Portokalli, që do të transmetohet të mërkurën në ora 19:00 në studiot e Top Channel në Kashar. Kjo paraqitje e re vjen pas një periudhe të ngarkuar për Gjestin, i cili, menjëherë pas daljes nga Big Brother VIP Kosova, u bë pjesë e Big Brother VIP Albania. Ky vendim i papritur shkaktoi përplasje mes produksioneve të dy reality show-ve, duke nxitur reagime dhe spekulime në rrjetet sociale. Pjesëmarrja e Gjestit në Portokalli pritet me entuziazëm nga fansat, të cilët janë kurioztar të shohin anën e tij komike dhe spontane jashtë mureve të shtëpisë së famshme. Kjo paraqitje mund të shënojë një hap të ri në karrierën e tij televizive, duke e prezantuar atë në një dritë të re për publikun shqiptar.